Tani do të bëjmë një llogari. Nëse një ditë zakonshme të vitit 70 vjet i e largu nga zjarri i xhenemit. Këtë ditë ti agjeron një nga ditët e Dhul-Hijhes. Sa vjet i largu nga zjarri i xhenemit? Nëse ajo do llogaritet që një ditë është me një vit, sipas Ibn Omerit dhe shumë prej selefëve. Bëj llogarit. Sipas kalendarit diellor që kemi 365 ditë, bëhet fjalë 365. Shumëzim për 70 vjet sa i bën 25.550 vjet largohesh nga zjarri i xhenemit me një ditë agjërimi në Dhul-Hijhe. Që e ka me gjithmonë gjigande. Mirë, për kalendari hënor ka 10 ditë mangët. Atëherë s'kemi 365 ditë, por kemi 355 ditë. Boja llogarit sa shkojnë. 355 ditë. Shumëzim për 70 vjet i bën 24.850 vjet një ditë e vetë me agjërimi në Dhul-Hijhe. Mi flet largim nga zjarri i xhenemit. 24.850 vjet largim nga zjarri i xhenemit. Edhe ti nuk do ma gjuru nesër ditë hënë?